pse ka shumë bashkëpunime me Blerën? Se Bleru, ka din, si ja kum nis me muzikë, Bleru ka një pari si ka dash me mu, si ka dash ma dhon mu shansën për me mujt me bo diçka me muzikë, apo din mos t'i shkam, a din mos t'i kisha pas për krajin e Blerës, s'kisha mujt më ardh kaq shpejt këtu. E ke dëgju më parë Blerën para se të fillosh të mirësh me muzikë? Ja kum ngu këngët edhe a din i njoftu u kanë gjithë, pra gjithë, a din ja kum ngu këngë ka pak, ama Për që bashkëpunon me të nuk e ke mendu ndonjëherë. Se kum prit kur, ky sandwich ka si befasi, apo din. Po. Kur se kum prit. E dim se edhe projekti me Blerën ka qenë realisht mjaft i pëlqyer. Po për atë projekt, ke marrë komente si kanë reaguar njerëzit ndoshta me të pon fillimet e tua me një bashkëpunim të tillë? Njerëzve shumë i ka pëlqyer kënga, shumë fansat Blerës tash janë fansat me apo din, pra për mua kanë, po din, super. Po familjarët si kanë reaguar? Se të bashkëpunosh me një artist si Blero, edhe e dim që Blero nuk është prej atyre ndoshta që ka shumë bashkëpunime. Po, edhe familjarët, a din shumë i ka pëlqyer kënga, se nuk është ndaj far këngë për shembull për rrugë ose a din është këngë e mirë sa me thonë, nuk shohin to, është këngë se mund me qitë gjithka dhe me gjithkana, po din. Po, me dëgju me këdo që je. Qashtu. Në rregull, e përmendet pak më parë që do kesh bashkëpunime prapë me Blerën. Po, apet ka me pas bashkëpunime me ta, edhe 2 projekte i kam me ta. 2 projekte, janë të punume të finalizume të gjitha këto? Hala janë të bo projekte, tina të punu në të, klipet hala kanë më bo, a mojna të punu sa jena të mujt. Ereza, po më tregon pse ka shumë bashkëpunime me Blerën? Se Bleru, ka din, si ja kum nis me muzikë, Bleru ka një pari si ka dash me mu, si ka dash ma dhon mu shansën për me mujt me bo diçka me muzikë, apo din mos t'i shkam, a din mos t'i kisha pas për krajin e Blerës, s'kisha mujt më ardh kaq shpejt këtu. Pra unë besoj se është veç më ndihmon shumë në karrierën time. Ashtu, e the që pa për krojen e Blerës ndoshta nuk do ishin këtë pikë ku je. Unë realisht e kam pyetjen çka mendon artistat të ri, a i ndihmon në ngritje karrierës bashkëpunimet në fillim? Unë besoj se nëse ti punon në çdo zanat fort për diçka, ti si a din ki me pas sukses, pra a je me dikant famshëm, ajo s'ka gajlë, veç du të me punu non stop, me provu me nxerr diçka të mirë, që mund, a din super që s'mund. Do me thonë të kjo jotja ta kuptojmë, që në rast se është produkti i mirë, projekti i mirë, atëherë shitet, si solo, si bashkëpunim. Si solo, si bashkëpunim, unë që ashtu besoj. Edhe në kejtë zanatët, nuk është dhe që në muzikë, besoj si... Kudo që fokusohesh, nga punë me arrit diçka, normalisht që e arrin. Erez, na trego çfarë moshe je realisht tash? 17 vjet i kam. 17 vjet. 17 vjet. Si është sheh realisht botën e showbizit? E dim se është goxha vështirë, edhe dim që ka shumë konkurrencë. Ti si po e sheh? Je në fillim ende si po duket kjo bota e showbizit? A din, unë nuk mirë në fort me artistë atjerë, provoj me këqyr veten, jam të provu me bo projekte sa jam të mujt, se i pëlqen pop të fansa, nuk jam të mirë fort me këngëtarë tjera, apo din. Do me thonë je fokusu në vete dhe po punon në studio. Vetë në studio jam detonat.